dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. E ftuara ime sot është një zonjë veçantë, speciale, sepse në gjithë vitët e aktivitetit të saj përmbledh shumë çka nga historia artistike e qytetit të Shkodrës. Përmbledh shumë çka nga përpjekjet e mësuesve të shkollës artistike Prenjakova në kultivimin, rritjen dhe zhvillimin e talenteve, të cilët më vonë marrin rrugën e tyre artistike. Në aktivitetin e saj përmbledh shumë çka nga veprimtaria artistike në Shtëpinë e Kulturës së atëhershme, por edhe me formacione të veçanta siç janë kuartetet e harqeve, të zhvilluara në koncerte të ndryshme që janë dhënë përgjatë gjithë viteve. Përmbledh shumë pasion dhe dashuri në punën dhe jetën e saj. E ftuara ime sot është Valdet Hoxha. Mirëmëngjes Valdet, mirë se keni ardhur në studio. Falënderoj shumë për ftesën. Në fakt, unë prej kohësh e kam menduar ftesën për ju në këtë studio, mbase do të kishi ardhur shumë herët, nëse nuk do të kishi qenë jashtë shtetit, në Norvegji, aty ku ju e bëni gjysmën e kohës të kombinuar me Shkodrën. Një mëngjes në Radio Shkodra me përshëndetje, natyrisht Me emocion. Unë mendoj emisioni juaj ka kohë. Mendoj jam kohën e duhur, sepse Shkodra ka kaq shumë muzikanta, artista, dhe ndofta pak e privilegjume me ardhë pak më herët se sa më të hapë. Unë kam menduar më herët të vini, gjithsesi jeni e mirë pritur, sepse keni një aktivitet të bollshëm, të bukur, natyrisht dhe me përpjekje, apo ja? Patjetër. Në këto vite, nuk mendoj se tham diçka që se kanë thënë të tjerët. Është shumë bukur të punosh në profesionin e mësuesit apo artistit, orkestrant, instrumentist. Është një profesion shumë i vështirë, don shumë mund, sakrifica, punë që nuk llogaritet lodhja, po është shumë bukur, është privilegj. Ndigjohet shpesh nga personazhe të botës së artit, kulturës, shkencës, kur i bëjnë pyetje, sikur të kishe kthy në kohë. Çfarë do zgjidhje? E unë do ta zgjidhja përsëri këtë profesion. Ndoshta është dashuria e parë edhe e përjetshme që vdes me personin edhe nuk ndahet kurrë. Shumë momente ndjenjash, shumë emocione të pallogaritshme, shumë vërtet djers, jo djers në kuptimin figurativ të fjalës, vërtet djers, shumë sakrifica. Nuk peshohen. Ti vetë ke kaluar në shkollë të muzikës, ke një pianiste, dhe e din se nofta kaloje në rrugicat e lagjës, fëmijë tjerë loshin, ti do të shkosh në shkollë të muzikës me studiu, paradite mas dite me prit rrallën kur lirohet klasa, kur lirohet instrumenti. Megjithatë, tan kjo punë, tan kjo sakrificë, tan kjo emocion, ka të bukurën e vet. Sepse të bën ti ke një bashkulltare të përhershme, të tamen, siç është instrumenti. Hyn botën e muzikës dhe nuk del prej saj. Tjetra, puna në orkestër, në shkollë të muzikës, të bashkon me një shoqëni, me kolegë që ndani të njëjtat interesa, keni të njëjtën ullë për të kalu. Unë them, një ndër fatet e mia në jetë është që kam pas kolegë, shok të mrekullueshëm, që nuk do të ndaja asgjë nga miqësia me ta. Do të thënë, do ta marr me vete ashtu siç njeriu merr jetën nga lind dhe derisa e myll. Merr familjart.
unë shoqërinë time do ta marr me vedi gjithë jetën me kujtime. Sa bukur. Në fakt, Valdet, ajo një ndër ato që të karakterizojnë është puna, dashuria, vullneti i madh për të qenë pranë nxënësve, pasioni i madh, një një afrimitet, afërsi me nxënësin, me instrumentistin, një punë e palodhur. Unë e kam vënë re, besoj nuk jam e vetmja. Besoj që kjo është një diçka karakteristike e jotja, e ke ndjerë së brendshme. Sot më shumë se kur, nga që vitet kanë kaluar unë, them që në qoftë se mendon të bësh fëmin muzikant, 3 elemente janë të pandarë. Talenti, ato që e sjell fëmia, puna e prindit dhe puna e mësuesit. Në kjo se këto 3 komponente nuk lidhen me njëri tjetrin, është e kotë. Unë kam bartë, do më thanë, kam bartë me vete, kur kam hynë punë, eksperiencen e pedagogot tem, dritë post, Gjovalin Xhanxhafili, dhe komunikimi i përditshëm me prindët e mi. Merita, nuk mund t'i imagjinohet për kushtimi që kanë pas pedagogët tanë të parë. Në një bisedë të lirë një ditë me një shoqe edhe ish prind nxënësit, po më thonte sa shumë keni punu. Ju keni punu shumë. Edhe unë ju përgjigja, jo për modesti, po ju përgjigja, unë duket se ne kena punu gjithë njësoj, dhe nuk kena ba asgjë më shumë nga atë çfarë kanë ba mësuesit me ne. Në parantez, po kallëzoj diçka ndoshta edhe si kuriozitet. Unë jam klasa e 2 e shkollës muzikës. Klasa e parë ka kenë profesor Ridvan Karakaçi, mikja jam e mrekullueshme që nuk është më Dori Miloti, Marita Vuksani, Maritën, e përshëndesim kudo që të na ndjekin. Ilda Nençaki, Zyli Muja, Çoqja e tjerë e tjerë. Dhe unë jam klasa e 2 që ka hyrë në shkollë muzikës. Profesor Gjovalini sa po kishte marrë liceun artistik. Kishte punu në i vjetë në një shkollë tjetër, dhe kur u hap shkolla muzikës, ishte më duket mësuesi i 3 ose i 4 që hyrin në shkollë muzikës. Atëherë ishte i sapo martuar dhe kishte më duket vetëm një djalë, sot violinist, Tonin. nderuar Tonin Xhanxhafili. Ne, mas që bashim mësim në shkollë, profesor Gjovalini na merrte në shtëpi. Dhe shtëpia e profesorit ishte e mbushur në gjithë cepet me ne nxënësit e tij që studioshim në shtëpi e tij. Dhe nusja atëherë e re, që e përshëndes Zoja Nikolet, bante edhe amilcina të vogla në momentin e pauzës. Dashuria. Nuk, prandaj se ne të prodhuam nga një brez pedagogësh që do me thanë, kam një mirë njohje të pa kufi për ta, nuk ba me asgjë më shumë nga ajo që ato kishin dhuru tek ne. Është përndryshe nuk mund të mendohet kjo përcjellje e dashamirësisë, e ngrohtësisë. Ju më pas deri në klasën e 8 dhe më në vazhdim shkuat në liceun artistik, sepse shkolla e muzikës nuk ishte ende e mesme. Ishte deri në 8 vjeçaren. Si kanë qenë ato vite për ju? Atëherë, përzgjedhja, po flas për klasën e parë, është bën kopsht. Sepse halos kishte marrë jehon shkolla muzikës, edhe nuk u dinte sa janë të interesuar prindrit me fut fëmijë në shkollën e muzikës. Unë kam qenë në kopshtin Tonalim Hidhi, dhe atje ka ardhur zotni Nac Shllaku, po i them zotni ashtu siç e kena thujt në kohën prezent. Ashtu është. Dhe zotni Gjon Kapidani, dhe kanë bërë përzgjedhjen e fëmijëve. Një ndër fëmijët e përzgjedhur kam qenë edhe unë.
Më no, printe mi, baba ka morë vesh më vonë që unë jam zgjallë me hinë shkollë të muzikës. Klasën e parë, e kina ba ku është gjamija sot. Po. Aty kanë kënë klasa parë e dytë e shkollës të muzikës. Mu më ka të ku me ba mësim me Zotni Gjovalini. Klasa më duket ka kënë 32-34 vedi qka e tilë. Për me mësu violin, është shumë e vështirë për një fëmi, sepse nuk është që ti e mërë me një herë atë prodhimin e tingullit, kangën, si me thanë, merë atë që kërkon, ajo vjen shumë më vonë, është e lollshme, fillon me impostimin, ti e din vetë se ki studiu për piano, impostimi, jo venedorën kështu, venedorën e pozicioni, shumë abstrakte për një fëmijë të vogël. Megjithatë, nuk e di, po unë nga puna shumë e mirë e mësuesve tanë, më duket se ma kollaj e kam kalu në atë kohë, se sa ja kam përcjellë në nxënësve të mi. Ju duket ju, sepse keni patur dy fish emocione. Nuk e di, do me thanë, mund ka ardhë shumë organike, duket ato pedagogë tonë e kanë pas kaq të qartë qelsin e zgjidhjes të kësaj etape, sa unë nuk e dija fitova gjatë eksperiencës punës teme, megjithatë nxënësit e mi kanë me folë diçka. Por në të vërtetë kanë qenë mjeshtra në pedagogji. Absolutisht. E thash komunikimi mësues prind. Ne të gjithë nxënësit kishim një blok ku çdo ditë kur bashim mësim, me 2 fjalë u shkronte niveli i paraqitjes në mësim. Kishte edhe një klauzol të vogël aty, për shembull, Valdeti doli nga mësimi në 4:30. E kur shkosha në shtëpi, mama llogariste që nuk ishin këto probleme, ne nuk na çoshin në shkollë, nuk na ktheshin prej shkollë dhe prindit tanë vetë. Ishte koha ndryshe, dhe prindi ishte në gjendje. Ndoshta edhe me detaje si përfaqësore, me ditë edhe ku nuk kam kena ditë e përgatitur, dhe diçka që ne ma vone aplikume, po nuk pati rezultat, ndoshta në atë kohë kishte rezultatin e duhon. Në çdo orë mësimi unë kisha një vlerësim me notë, që në muzikë ti e din është fare e vështirë. Po ndoshta për me kriju sepse ka luhatje. Ka luhatje dhe nuk mund të bësh një vlerësim me notë në një orë të tanë muzike, një orë mësimit, një diçkash në një nivel tjetër, megjithatë për me kriju lidhje dhe si më thanë kompaktësi për ecurinë e fëmijës, u shkruajte një notë, ndoshta edhe modeste, për me dhënë prindit me kuptu se ky ka ke niveli sot. Edhe mund të qenë edhe motivimi, edhe motivim, edhe kërkesë llogarie nga ana prindit. Kështu që janë bashkuar të gjitha dhe në fakt kanë patur rezultat. Patjetër. Tjetër që ka kënë, që edhe ne kena përcjell, edhe deri në vitet që kam punu, unë jam shkruar pak herët në 2001, po deri në atë kohë kërkesa ose ma mirë kontrolli i nxënësit gjatë vitit shkollor ka qenë i njëjtë. Në klasë të parë, 3 muajt e para nuk bahen kontrolle me komision, po mas 3 muajve të para fillojnë kontrollet e para teknike, që bahen çdo muaj. Bëhet sagjoja një herë në 3 muaj që ka repertor artistik. Bëhet sagjoja e fundit vitit me një repertor më të gjerë artistik. Dhe këto nuk bëhen në kontrollin e mësuesit, bëhen me një komision. Gjithë komisioni i harqeve merr pjesë, ndigjon nxënësin dhe merita të them të drejtën ato diskutimet mas sagjove, mas kontrolleve teknike, ishin pafund, ne shpeshherë marroshim sagjën në orën 6 mazite dhe rrishim deri në 10 të diskutu për punën e nxënësit. Pra, kjo është ajo që e lidh pasionin me punën, një dashuri e pazgjidhshme, e pa kufi. Ajo është, sidomos në këto aspekte të artit, nuk ka 2 dhe 2 bëjnë 4. Nuk ka recetë. Unë në shkollë të muzikës, pothuajse kam kalu gjithë nipat e mesat e mi. Pa çka se nuk u banën muzikante, nuk ka rëndësi. Morën një formim, janë
spektator i kulturum, i çdo çfaqje, din me zgjall muzikën, po kanë shije edhe më shumë për jetën. Sepse muzika të formon në zjarrin e shpirtit. Kështu ka thënë vetë. Edhe nofta të bëhen nxënësit e tuaj si fëmijët e tuaj. Këtë nuk e kam nga përvoja ime, se unë s'kam pas fëmijë, po e kam nga përvoja shoqeve të mia. Jo, unë kam nga përvoja shoqeve të mia që përcjellshin në shtëpi emrat e nxënësve, ishin pjesëtar të familjes, nxënësit. Padyshim, absolutisht po. Më intereson ajo pjesa që ju morët violën në dorë. Atëherë, unë... Pra, nuk e kemi shkruar violiste gabimisht. Ja. Atëherë, unë erdha me përmasa të mëdha si fëmijë. Edhe në klasë parë kam kanë me përmasa të mëdha. E gjatë, e bashkë në rritur. Dhe klasa, do të thënë, klasa e jonë, klasa e dytë. E dyta që u hap shkolla muzikës, kishte nuk e kam të qartë 32 ose 34 vjet. Mirë po, u menu për me hap orkestrën e shkollës, u hap shumë herët orkestra e shkollës. Ne ndërkohë na merrte shtëpia Pionierit për festivalet e Pionierit. Ka qenë orkestra e madhe dhe orkestra e vogël. Orkestra e madhe dhe orkestra e vogël. Për shembull, kam pas fat me pas dirigent të madhin Prek Jakoba. Unë kam qenë një nxënëse e vogël, 2-3 kanë kena lujt me festivalin e pionierëve, po ta marrësh me vete atë kujtim nuk është pak. Dhe me kalimin e viteve, në klasë 7 më bëhet propozim nga në atë kohë ishte drejtor shkolle Albert Paparisto, nëpërmjet zotni Gjovalinit, që me kalun viol. Dhe u zgollën me kalun viol, unë dhe Ilo Kanani. Dy nga kategoria nxënësave të violinës. Ishim më të rritur, ishim më të mëdhej. Fizikisht ishim më të zhvilluar, sepse viola si instrument është pak më e madhe se violina. Edhe në fillim prindë mi e morën si fymje. Edhe më i mend që debatote mama me zotni Gjovalinin. Pse me hik vajzën teme prej këtu? Atëherë zotni Gjovalini me gjuhën e specialistit, po dhe të një personit pothuajse të familjes, diti me spjegu shumë bukur. Të thash me rit që ne çdo vit kena bën shumë provime teknike dhe 2 sagja në vit. Bile në fillim ka kënë semestri pari, 2 dhe 3, janë bërë 3 sagja. Brezi jonë ka bërë provimin e klasë 4 dhe konkurs me hin klasë 5. Çfarë site? Kur ndryshe të gjithë nuk keni dalë të kaq. Kur kujtoj sot, unë ndaj emocionet e pedagogëve në atë kohë, si po dalim, ku është rezultati, apo nxjerrim atë që kena punu në klasë. Dhe me sa e mërë klasa 8, me qenë se nuk ishte hap shkolla muzikës, ne dhe të shkushim me konkurru në lice artistik. Si e mbushi mendjen profesor Gjovalini? Atëherë, zgolli një taktik që shumë domethënëse. Edhe midis tjerave i tha mams, me në orkestrën e madhe, janë 20 violina, janë vetëm 4 viola. Shi sa të privilegjum kanë me kënë këta. Një moment që mama e mori si me thonë, propozim, si përzgjedhje. Edhe me qenë se ishte, po, kishte të ardhme, ishte orkestra. Atëherë, ju vetë, si u erdhi? Jo, krejt normal, krejt normal. Shiko, mësusi ka kënë idhulli jonë. Fjala e ti, ligj. Fjala ishte ligj. Më thanë, ne mendoshim bile flas në fillimet, në klasën fillore. Ne mendoshim që mësusi nuk bën gjitha gjanat që bajnë njerëzit e tjerë. Nuk han, nuk pin. Nuk pin. Një figurë e përsosur dhe në fakt kanë ruajtur gjithmonë një staturë tepër korrekte, një figurë
Unë mendoj jashtëzakonisht të nuk pastër. më kam mësu kërkush me hek durt nga gjepat kur flas me mësuesit. Më ka ardhur vetë nga respekti që kam pas. Nuk mendoj se është diçka që e kam ni. Kur të flasësh me të madhin ose me mësuesin duhet me hek durt nga gjepat. Unë se kam marrë. Do të thënë nuk ka një diçka e dhënë në edukat, pa ajo ka lind vedit. Kanë kjo treshja zotni Natshlako, zotni Gjon Kapidani, zotni Gjevalin Gjangjafili, ma vonë Pirin Gjangjafili, Kristina Kukli, pa kanë të përkushtuar jashtë mase. Respekt i pafund për ta. Kanë kultivu breza muzikantësh. Ju shkuat në liceun Na artistik? shkuam në lice artistik dhe atë vit lice artistik. Vetëm nga shkolla muzikës e Shkodrës ishim një grup i mirë. Pra ishte Rafael Shabani kontrabas, Ilo Kanani viol, unë viol, Bardha Besho në piano, Lumlije Lishi Media në piano, Suzana Nehani në violin, Fatmira Tartari në violin. Çfarë grupi, çfarë instrumenti? Dhe me thanë, ishte prurja ma e madhe nga gjitha rrethet e Shqipërisë, ishte prurja ma e madhe kjo e Shkodrës. Unë kam fillu pak me vonesë në lice artistik, nuk ndoli me një herë e drejta me vazhdu liceun. Dhe me thanë, duket u liru në i vend diko, edhe më futen mu. Sa modeste je, por në fakt ishin shumë e suksesshme. Ishin edhe kritere, unë kisha edhe një motër në universitet. Çu kanë qenë atëherë? Ishin disa, dhe me thanë, absurditete në përzgjedhjen e nivelit në Nxanësit, ishin edhe disa kritere tjera. Nuk ka gajle, unë gjithsesi hina në lice, po për saktësi, e fillova pak më vonë. Edhe më shoqënoi mama ditë, edhe kur sekretarja i tha, vajza do të shkojnë mësim, mama ka dira për tokë prej qekit. E kam pas mbështetje jashtëzakonisht madhe gjithmonë mamën. Respekt për zonjën Lumi, e përshëndesim. Masaninën thash që i shkova në lice artistik. Me një grup shumë të mirë, dhe me thanë, ne, në 8 vite këto, gati u barë me familje lice artistik. Lice artistik, pedagog viole, ka pas Benjamin Guraziu, nga Gurazes të Shkodrës. Një burr i pashëm, një instrumentist, violist në teatrin e operës baletit, korrekt, preciz, një noshta më tepër një muzikant në sensin e përgjithshëm, me një kulturë që rrezatonte, të pa kufi, se sa një pedagog specialist i mirëfillt. Meno kur përveç materialeve teknike, kur punote me materialet muzikore, ne kishim fillu sigurisht me lexu letërsi, as diskutohet, në atë kohë është lexu shumë, edhe më thote, ose mos e Ilos, ose nxënësve tjerë. Ti e ke lexu Balzacon? Në filan kapitull ose në filan vepër, në këtë pikë të subjektit, kur përshkruan, ose Tolstoj, Dante Alighieri, Shakespeare, imagjino Merita, për me kenë në nivelin e asaj që i kërkonte, ai pedagog. Bënte paralelen artistike, për në ngjate interesin me i marrë këto vepra me i lexu. Pra, përveç punës që i bashin mësueste mirëfillt të letërsisë, ishin pedagog të lans, po të them, unë kujtoj mësimet me profesor Benjaminin, që ishin paka shumë si një fonotek ose bibliotek ku levrote kultura letrare, kultura muzikore, nga që ishte muzikant vërtet i mirë, ai her mas here na sillte edhe ndonjë shembull të violinistave, po nërkohë ne merrshim lakimin e emrit, ekziston ky, nuk ishin këto mjete
Ne nuk sa të ngulitura kanë çfarë jashtëzakonisht. sa bukur kanë ndikuar në formimin Ose për tuaj, shembull, se nganjëherë kur ke shumë është vështirë të orientohesh, ndërsa të orientoj një mësues të ndikoj tek ngulitja e këtyre njohurive është ose për shembull diçka tjetër, ne halas kishim fillu analizën e veprave muzikore. Edhe kur jepte vepra artistike, po mirë, ç'a mendon ti se ka dashur me shkruaj kompozitori? Imagjino. Ti sforcohesh, ndoshta tjetër gjallë line, tjetër gjallë thu, ndërsa kur ai të bati një platformë letrare të asaj që ti do të thush, e kishe më të gatshme, të ndihmonte. Vitet e liceut kam kënë vite pune të jashtëzakonshme. Merita nuk di që... Dhe më thanë, tanë shkolla është një punë e jashtëzakonshme. Po liceu artistik, një konkurrencë e mirë, e panë. Unë më i mend që u zgjoshim shumë shpejt natje, dhe para se mu hap menca, ne i kishim bërë një orë studim. Tanë koridori i liceut, ndoshta me 1,5 metra distancë, ishte me nxanë që studioshin e për koridore. Se nuk ishte klasat nuk plotësoshin kërkesat. Shumë studim. Dhe të mendosh në një moshë jo fort serioze, siç është adoleshenca, të kesh një ndikim kaq të fuqishëm nga vetë mësimdhënësit dhe një pasion kaq të madh nga vetë ju, në mënyrë që të ishit aq serioz, të ngriheshit në mëngjes dhe të bënit atë nxemjen e parë. Pastaj të vazhdonit ecurinë e ditës me mësimet e tjera. Pastaj ju vazhdote me kulturën e përgjithshme. Në orët e fundit të kulturës përgjithshme ishin edhe o muzikë dhome ose orkestër. Unë kam pas fat me ba muzikë dhome me një nër themelusit e shkollës violonçelit në Shqipëni, Ymer Skenderit. Ishin 4 valza në kuartet, punoshim me profesor Ymerin, kaq me pasion punonte, në atë kohë ne ishim konviktore dhe nga që muzika dhomë su bate në orët e fundit mësimit përkote me orën e hapjes mencës. Klasa ishte mbi oborrin e liceut edhe para mencës u ndigjoshin zhurmat e nxënësve që pritesh mu hap menca. Edhe më i mend që profesor Ymeri na thote, unë ndigjoj zhurmen në bërë. Po ne di që ju keni me shku me hangër dhe s'keni me mujt me hangër se nuk kena realizuar të që duhet. Ta bajmë edhe 2 herë, ta bajmë edhe 2 herë. Masa nënën, duke ditë se saj qëfar pedagogut ishte, qëfar figure ishte, jo vetëm që me e kundërshtu nuk qëfote menja, po t'je mershe si të vërtet, si të qënë atë që ja i thoshte. Edhe mendoshë se vërtet ashtu, se vërtet unë kam shku në menca dhe nuk kam me mujt me hangër se nuk e kena realizuar. Më thanë, ne u formoshim në të mënyrë. Autosuggestion. Vitet e Institutit të Arteve pasuan me të tjera ecuri, por... Në lice artistik, diçka shumë pozitive në atë kohë për formimin e instrumentistit, kanë kënë koncertet, orkestrat. Unë, fakten brezi jem, kena punu në orkester me Ermir Krafjen dhe Ino Koqo, 2 figura. Madhore. Puna në orkester është bë me detaje, duke qenë se të 2 kishin kalu në violin, e njifshin sektorin e harqeve në mënyrë të përkryme. Kështu që impenjimet ishin shumë të mëdha. Edhe në licej, kontrole teknike, sagjot, dhe që ishte diçka më e hapur, sepse liceu artistik merrte pjesë në 2 evenimente të mëdha, siç ishin koncertet e nëntorit dhe dekadat e majit. Dhe në dekadat e majit shpesh u bata dhe orkestra e madhe që u bate me element nga radioja. Kjo ndoshta më bon konservatorion licej, po u merrte edhe ndonjë element nga liceu artistik. Edhe në heshtje u shkëmbente shumë eksperiencë.
Pastaj unë marrova licon artistik, u ba konkurs prap, dhe hyna në konservator. Në Institutin e Lartë të Arteve sot, në konservator në institut përpunu me Ilo Kanani në viol, edhe unë viol, Rafael Shabani në violoncel, në kontrabas dhe Bardha Besho në piano. Tashma mbetëm 4 shkodran. Në institut kam punu me pedagog Gjergj Pekmezin, i shkollum jashtë shtetit. Në qoftë se flitet për shkencëtar që merren me punë të mëdha shkencore, ai e njifte artin e të interpretumit në viol në mënyrë shkencore. Merita, noshta edhe tonë kjo bisedë nuk i intereson shumë shumë interesante. Por të betohem profesor Gjergji ndjes past, dritë past, rritën qoshe dhe tonë kohën thote, jo, edhe her, keq mirë. Po me një siguri, me një profesionalizëm të papam. Ishte viola e parë e orkestrës radios. Ndonjëherë kur niveli nuk ishte i duhur në mësim, po e shi thote këtë sotshme, nesër kena mësim. Po imagjino, nga dita sotme, nesër ti nuk mund të nrosh 100%. Po përpjekja ishte kaq e madhe, me i sjellë atë që profesori kërkonte, pra nërkoni ishim rritje, nuk ishim ma 15 vjeqa. Nivelet ishin tashmë koscienca ishte shumë e madhe, ndjeshmëria ishte shumë e madhe, shumë e madhe. Janë vite natyrisht që kanë lënë gjurmë tek ju, tek ty Valdet, edhe gjithë këto pedagogë që ju përmendët, që vërtet për të cilët ka një respekt i jashtëzakonshëm të pa diskutuar, kanë hedhur themele në shkollën e artit shqiptar. Por ju i keni përçuar këto. Jo vetëm themele, ato metën ikona. Merita ndoshta po shka përcej pak. Unë shkollë muzikës kam dhënë viol, sigurisht. Çdo nxënës që kërkonte me vazhdu Institutin e Lartë të Arteve. Unë i kam kërku profesor Gjergji takim, sepse unë nuk isha e bindur që puna jeme është në lartësinë e duhur, çfarë parametri? Për me përcjell nxënës në Institut të Arteve. I thosha profesor, mi ban një kontroll. Këto gjëra kanë thjesht shoqënore. Shiko çfarë ishte ikonë për mua. Jo, po çfarë ndjesie ju ka dhënë juve, edhe pikrisht duke qenë se këto pedagog kanë qenë standarde, ju patjetër jeni referuar këtyre standardeve dhe për gjatë gjithë ecurisë suaj keni patur të njëjtat parametra vlerësimi dhe pune. Kjo më bën përshtypje edhe në fillim të bisedës unë thash që Valdet je një njeri i punës, i emocioneve, i përpjekjeve të pandashme me nxënësit. Je vazhdimi atyre pedagogëve tuaj. Krahas asaj që ti punon me pasion, edhe me xhelozi, don që nxënësit tuaj me kenë absolutisht më të mirët. Don që ato vërtet t'jen stafeta të ardhsmes. Por duhet me kenë edhe i qik i gjërë. Tirana kishte mundësina tjera, kishte konkurrencë tjetër. Dhe unë herë mas here, merrsha nxënësit e klasës dhe shkosha në Tiranë dhe basha një lloj kontrolli, ballafaqimi me pedagogët që ishin lice artistik. Kur ishte puna për konservator në Institutin e Lartë të Arteve, për me, sigurisht, atje punoshin shoqet e mia, që marru shkollën bashkë. Dhe mes anej bashkë një diskutim, si më thanë, një mbështetje, po
edhe një kritikë, se në fundit kritika për të mirën e punës është. Varet si e bën punën dhe ju e keni bërë si më thanë, me shumë dashuri, me shumë dashuri. Në mënyrën më të mrekullueshme. Me shumë dashuri, me shumë modesti. Ti ballafaqosh, ti shohësh, ti diskutosh, ti përballesh me nivele. Nërkohë licej artistik kishin filluar. Nërkohë licej artistik kishin filluar me ardhë instrumentist pedagog nga jashtë, me ba mësimet hapura, me ba masterclass. Kështu që një mundësi më shumë ishte në Tiranë. Po të gjitha këto që ti Valete dhe shokët tu i kanë marrë nga shkolla, i keni aplikuar. Ju keni aplikuar edhe orkestrën e harqeve në shkollë të muzikës. Dhe kjo nuk ka qenë e vogël. Merita, unë edhe në Institutin e Lartë të Arteve kam bë muzikë dhome dhe kam bë muzikë dhome me Gjergj Antonion, një violoncellist. Dhe thash, formacionet, muzika dhomës, formacionet orkestrale, kanë kënë noshta ajo shpresat ardhmes, se unë këtu do punoj. Edhe noshta janë marrë me shumë seriozitet, sepse unë e disha se ka me kene ardhmja jeme. Mësimi ishte një në anë, mësim dhënje. Do më thënë, është një punë që mu më ka pëlqy gjithmonë me e ba. Por orkestra ishte ana tjetër e medaljes. Plus, edhe ashtë marrë puna në orkestër, me aqë seriozitet, mase në Institutin e Lartë të Arteve, unë edhe tanë, brezi jem pat me fatin me punu, shpeshherë edhe në orkestër të radios, nëj herë edhe në orkestër të operas, dhe shifshim pedagog tanë në një, si me thanë, fush tjetër, jo në fush tjetër, në fushën e muzikë gjithmonë, po të marrëdhënie dhe njerëzore. Sepse orkestra krahas asaj punës tanë, kontributit tanë instrumental, po ka dhe atë frymen e kolektivitetit. Duhet të ndigjosh, duhet të ndigjojnë, duhet shohësh, duhet të shohësh, janë shumë gjana, do me thanë, aty sheshohen individualitetet. Dhe ti do t'i përgjigjesh kërkesës, shijes të një dirigjenti, që sigurisht është niveli më i lartë i përzgjedhur. Ke marrë pjesë në të gjitha aktivitetet që ka organizuar rrethi Shtëpia e Kulturës, me orkestër, me të gjitha veprimtaritë, madje është që do ta përmbledhja përveç këtij aktivitetit muzika e dhomës, të gjitha ato që ti ke marrë në shkollë, i ke realizuar më së miri në jetën tënde artistike dhe pedagogjike. Mbarova Institutin e Lartë të Arteve, ka pas një pedagoge të mrekullueshme në diplom, Fatbardha Denisi Hoxha, një violiniste që nuk e di sa është numri nxënësve që ajo ka nxjerrë, që sot debutojnë në botë, nga ato që janë, si më thanë, karta e kulturës tonë në botë. Mbarova Institutin e Lartë të Arteve dhe u emnova në Shkollë të Muzikës në Shkodër. Gjithmonë e kam quajt një defekt të arsimimit tem dhe të arsimimit të brezit. Do më thanë, kush mbaron Institutin e Lartë të Arteve? Kur jam emnu në Shkollë të Muzikës dhe në klasë kanë hinë nxënësit, unë s'kisha bë asë një orë mësimit kërkon. Pra, ju mungon të praktika pedagogjike. Praktika mësimdhënies. Sepse ti je në një nivel kaq të lartë, ke marru Institutin e Lartë të Arteve dhe do të merresh me fëmijën, do të merresh do t'i vesh violinën. Mu ma duk, edhe e kam shpreh ndonjëherë, që kjo ka qenë pak e metë, të pakten se jo të gjithë marrojnë shkollën e lartë. Licej artistik mund të batë ndonjë orë mësimi, sepse ti është e vështirë me sjell mas 18 viteve shkollë, me sjell atë që pedagogu jot ka ba kur ti ke qenë 6 apo 7 vjeçë. Është pak e vështirë me rujt memorien aq të freskët. Megjithatë, unë kam gjetë një bres të mirë pedagogësh aty. Zotënjë Gjovalin Xhanxhafilin, zotënjë Enrik Daragiatin, Merita Hotin, Maria Lacën,
Edhe më i mend që dilqa shpesh prej klasës, kur që i thosha, ose në njerit prej ty, një thosha, po i këtë si me e ba. Klasa parë, viti parë i punës jemi, përgon me 2 nxanse që i kam dasht. Më kanë dasht atë shumë, që janë Entela Tabaku, sot pedagoge Gjulja Tërsie në Opsall. Edhe Blerta Alushi? Dhe Blerta Alushi. Më kujtohen, kanë qenë të suksesshme shumë. Shumë të suksesshme. Prandaj Shumë të suksesshme. Kam punu shumë me ta, dhe më i mend ndjes past. Në një nga sagjët që po bate Entela ka kënë vajzë shumë e talentume. Dhe me thanë, kur unë Entelën e kam pas në nxanse, kam thanë, kjo do të bëhet diçka. Se që do të bëhet nuk e di. Po kjo diçka, recitote shumë bukur, fliste shumë bukur, lote kote dyta të koncerteve, kaq bukur, kaq me ndjenjë, kaq me pasion, sa me thanë, u shkri kja vajzë. Blerta Alushi ka kënë shumë studioze, shumë korrekte, vajzë e mrekullueshme. Ma i mend në një ndër sagjët që po lote Entela, mu më kishte kap ka shumë emocioni, edhe dikush foli, sigurisht i Bertita, edhe profesor Selamia më tha, Valdet, ma kujdes, Valdet, janë shumë emocione, kështu shkatrohet njëri. Po jo unë, në mënyrë absolute të gjithë shokët, pedagogët, kështu punoshin. Fillova punën thash me këta 2 vajza, ma vonë janë shumë merita dhe unë i kam shkruar disa emra se nuk... Dhe e di që kam me harru, në istanë se janë vitet tana pune, Brigilla Martini, sot është pedagoge, ka hapë gjitha të shkolla në Itali. Brigilda në përshëndesim. John Shlako në Orkestër dë Veneciës në Itali, Gjiliola Zefi në Itali, Enkelida Selmani në Francë, Lila Laca, një violiniste, me shumë sukses, sa po ka marru një turne në qytetet, si me thanë, të njohurat Gjermanisë me orkestra filharmonike. Kanë qenë edhe me Kolën, vlla e motër. Vlla e motër, pa. Dhe me repertore shumë dinjitoze, Gjiliola Zefi thash, Gjiliola sapo është ka hyrë në orkestrën e La Scales, ka një klasë shumë të mirë në violin, pastaj u hap edhe klasa e parë me konvikt në shkollë të muzikës. Një iniciativë që i dedikohet tërësisht Isali Balit. Nderim dhe respekt. Isali Balit edhe Marita Voksanit. U hap klasa e parë dhe ne u shpërndame, u banën shumë grupe që u shpërndame në viset të ndryshme të veriut Shqipënisë që kapte nga Lezhë deri në Vermosh. Dhe atë që ishte ba dikur me brezin tem, e bëme ne me mi që do të vishin. Unë isha një grup me Marita Voksanin, në të kone drejtore i shkolle, profesor Ferit Balen, që e përshnes, Gatë Shunin dhe të ndirin Ali Miruko. Dhe kap me të në zonën me kuks, me peshkopi, me fushars, me puk, me burrel, me tona të rrethe, e kreh me zonën, dhe u hap klasa e parë e shkollës muzikës me konvekt. Unë kam pas një nxans e Kuran Bruci, sot është me kontrabas në orkestrën filharmonike të Bruxellit. Ajo ba si djali i shtëpisë. Dëbetohem si djali i shtëpisë. Keni patur, Valdet, nuk është asnjë gjë ashtu. Ke patur për gjatë gjithë ecurisë tënde një ndjeshmëri shumë të afërt me nxënësit. I ke dashur si motra, si vëllezër, si mbesa, si nipa. Po e kam marrë, pra ne e kam dhuru. E ke marrë në shtëpi, pra nuk jo çdo mësues e bën këtë. Jo, të gjithë e bëshin. Shiko, unë e kam marrë këtë dashuri, ma kanë dhuru mësuesit e mi. Dhe duhet ta dhuroja. Është mbrojtje. Ishte diçka, një punë zinxhir. Një ashtu është. Që do të përcjellte.
Ne për shembull filluam me kriju si traditë. Mësuesit e shkollës muzikës i merrshim konviktor ditën e shtunë e dile në shtëpi. Dhe mbaj mend një herë babai i Hekuranit, një burr zotni. Edhe erdhi natje, më takoi në shkollë dhe tha du me shku te drejtori i shkollës se kam një muhabet për ty. Po mërë, Hasani thash, qa ke? Jo, tha du me shku, po mirë, i thash njëto dhe u njëte i saja. Drejtori. Edhe më vonë, drejtori më thiri, thot, vërdet, Hasani ka një ankesë për ty. Hej, thash. Thot që kjo po ma bandjallin për veli, se unë e kam qu me i valigjet rase, më ka ardhë me i valigjet tjetër, e kam qu me 2 tesha, më ka ardhë me ma shumë tesha, që ka merita. Vetëm pak për kushtime dhe dashuri. Shika, ne kishim ba në shkollë me gjitha këto shoqet e mija të mrekullueshme. E kishim ba që teshat e fëmijëve mi përcjell këtyne konviktorëve. Po Lina ishte dhuru kjo punë dikur. Edhe duhet ta bashim. Bujaria e Shkodrës. Bujaria e Shkodrës, as diskutohet. Një nxënës tjetër po ka që suksesshëm nga Kuksi, Fasli Kamberi. Sot ajo është solist në Orkestrën Simfonike të Brukselit. Jashtëzakonisht i suksesshëm. Nejda Babliko. Nejda, po. Nejda, vajza Zyshnexhit. Pavarësisht se nuk sot është bë gazetare, nuk vazhdon për violin, po ka një vajzë tepër e talentuar, jashtëzakonshme. Më vjen shumë mirë, jashtëzakonisht mirë, vetëm një mësues i pasionuar i mban mend kështu emrat e nxënësve të tij. Jo, nuk mohen, shikoj, nuk mohen, atëherë mohen me nxënësit, sepse ne nuk kena pas klasë numeroze me... Po, mësimi është individual. Po të kallëzoj diçka tjetër. Ishte një koncert i muzikës jazz. Kishte ardhur Markilian Kapedani, Sokol Prekalori, edhe po bashkën koncert në Teatër Migjeni. Unë dola jashtë dhe urova Sokol Prekalorin. Ndërkohë, një burr më thot, apo më jep zysh Valdet? Thash nuk të majna. Si tha nuk majna, nuk... Çuditërisht i thash, dhe ta kish lënë shpejt violinën, nuk të majna. Kur e pash i thash, ti me siguri i Lorenci. Një djalë shumë i talentuar dhe gjeta, më erdhi mirë që i takova mas kaq vitesh. I thash, shiko Lorenc, në bashkimin ton ka pas një faj, një gabim. Unë kam kënë shumë e re dhe ti s'ke pas fare vullnet, po ki kënë shumë i talentuar. Po ke një djalë shumë i talentuar, po nuk do të me studiu, nuk e do të violinën. Ndoshta dhe unë nuk dita me gjetë rrugën e duhur, ase ma vonë me përvojë, si më thanë. Kjo është e curia Valdet, por gjithë këto, si thua, kujtime hedhin drejt me një pasion të madh, thëndin. Një pasion që është kultivuar, rritur, zhvilluar, madje ka patur finalet e saj, e tij për gjatë gjithë jetës. Thash, unë përmenda disa nxënës që sot janë instrumentista, kanë një vend në shoqëri, kanë një vend me rëndësi, janë, si më thanë, të jesh instrumentist në një orkestër prestigjioze është thjesht titullar, nuk është pak, sepse ka konkurse të jashtëzakonshme për të mbritur atje. Fazat e konkursit është një kalvar i gjatë, fazat e konkursit, faza e parë, e dytë, e tretë ndrohen repertore shumë impenjative. Unë përmenda këto, pastaj janë shumë nxënës tjerë, Riet Pirani, Gejsu Pengili, Stella Marku me viol, Genti Kiri. Atëherë, Genti Kiri ka kënë për violonçel. Ashtë fisi jem i bartur në shkollë të muzikës. Afruar me dashurinë për artin. Edhe unë kam pas një parim, edhe me prind që kërkoshin se s'bën fëmija mu ba. Jo gjithkush mund bëhet muzikant, jo gjithkush mund bëhet instrumentist. Duhet shumë komponent mu bashku. Por të edukosh me muzikë, një fëmi është një gjë, ti marrësh kohën e lirë, e sot ma tepër ta shkputësh i qik nga këto rjetet e teknologjisë, është një mrekulli, sepse
ai fëmijë do të dinë me ndërtu jetën e vet më me shije. Do të rendin gjithmonë drejt zbukrës. Valdet është vetëm një pjesë e aktivitetit tënd, sepse aktiviteti koncertor i juaj ka qenë për krah aktivitetit pedagogjik. Unë kisha me dasht me zgjanu edhe i gjim me shkollën e muzikë, sepse janë tana ta vite punë. Është një punë me kënë pedagoge, është një punë don dashuri, don përkushtim, don durim, këmbgulje, vullnet, don ndershmëri. Nuk mund bash, nuk mund bash sikur po bën mësim. Jo. Absolutisht. Ti nuk mund të negjosh nga fillimi i orës mësimit deri në fundin e orës mësimit një dancë që stonon dhe ti të rish indiferent. Nuk mundesh, fillon e vunë. Indiferenca të bën më vujt më tepër se kërkesa. Thash do ndershmëri, pasion pa kufi, pasion pa lodhje. Don edhe larg pamësi. Në qoftë se ti fillon me punu me një fëmijë dhe shef se fëmija ka të dhana, ka talent, duhet detyrimisht të ndërtosh, të dish ku do kalosh nesër, pas nesër, strategjin tane, atë rrugën tane pedagogjike, atë që pedagog tanë e kishin shumë të qartë. Duhet një disiplin e hekurt, një dashuri e ndërsjellët midis fëmis, pedagogut, mësuesit, dhe një respekt tepër korrekt midis mësuesit edhe prindit. Do me thanë, mu më duket absurde një prind që vjen e kërkon llogari mësuesit, pa ditë me dhanë llogari. Patjetër. Sepse mësimdhënien e mbulon një punë e madhe studimore në shtëpi. Në qoftë se një prind vjen e kërkon llogari ku e kam fëmin. Fëmia është joti në fakt. Dhe fëmia nuk shihet kur me vegël në dorë në shtëpi, më fal po. Kjo është pra. Kjo është edhe një mendim për të gjitha llojet e shkollimeve në fakt. Njeriu duhet të japin dhe të marrin. Patjetër. Dhe po nuk dha, nuk ka si të marrë. Patjetër. Masanënën fryma, jo në kuptimin e keq fryma kolektivitetit, por në një sektor që punohet, merit etapat vogla, ose ndoshta edhe një vjet bën ndryshimin, edhe 9 muaj bën ndryshimin. Unë ma herët e thash që klasa e parë, kur hap shkolla muzikës, ishte Ritvan Karakaçi, Dori Miloti etj. Po nalem te Dori Miloti. Një vit para mejet, ashtë emnu në shkollë muzikë, se ka marru një vit përpara. Po unë, kur erdha në shkollë muzikës, e gjeta ndryshimin. Ka qenë një pedagoge jashtëzakonshme. Transformimin e kishte bë ajo. Nena Ngelesh me ecë në rrugën e saj. Dhe nderim, respekt për Dori Milotin, ndjes pas që ka qenë mësuese jashtëzakonshme e violinës. Pastaj Dori Miloti ka pas fatin me një ndër pedagogët absolutisht më të mira të pedagogjisë instrumentale, violinistike, si që ka kënë Bardha Hoxha. Kështu që kishte rëndësi kjo, kishte rëndësi sepse edhe këto konsultimet midis u bashin me një kompetencë, do me thënë, ne kishim një figurë kompetente që na mësote, na drejtote, ishe shefe sektorit, përgjithse sektorit gjitha të vite. Por Dori ka pas një ndershmëri të jashtëzakonshme, nxënësit e saj kanë qenë të mitë kanë qenë të sajt. Ne kishim këtë ambicjen e ngushtë, doshim që... Sa bukur, bashkëpunuese. Por bashkëpunuese, gjithmonë bashkëpunuese. Shumë bashkëpunuese. Valdet, me qenë se minutat po ikin, unë pak desha të hedhja dritë bi punën tuaj vetë koncertale, sepse edhe ajo vlen të ndalemi natyrisht. Patjetër. Merita, unë kur marrova shkollën, shumë shpejt e kuptova që nuk ishte fusha jeme skena si instrumentiste.
si natyrë kam ka natyrë shumë emocionale, nërsa nuk shprehet kështu, po i kam pas emocionet shumë të forta gjithmonë. Shumë shpejt fillova me dhamë koncertet, sepse gjeta edhe, gjeta bazën e mirë, gjeta Marita Vuksanin, një pianiste e mrekullueshme, Dorin edhe në fillim ba me koncertet e para, kujtoj një trio, në teatër Migjeni, në atë kohë me profesori Shirina Mhidhin, një 2-3 koncertet vogla, me së ndinën më tepër u fokusova në formacionet e muzikës së dhomës edhe në orkester. Nga viti 78 deri në vitin 2001, që unë shputa nga shkolla muzikës, unë mendoj se nuk kam nevojë me bëj ndonjë historik të pjesëmarrjes në jetën artistike, sepse në mënyrë absolute në të gjitha koncertet kam marrë pjesë. Aty unë kam pas familjen e dytë, ka pas një lloj ndërtimi, ajo orari i provave, nga 6 deri në 7 pa i qerek dhe 7 pa i qerek deri në 7, ato 15 minuta pushim, ishin një divertim i pan për ne. Edhe si tip mjaft komunikuese me humor, ke qenë gjithmonë dhe vazhdon të jesh qendra e shoqërisë. Për organizime, për këta gjëra më ka ardhur. Edhe masanena në koncertet me Orkestrën Filharmonike, konkurrimet në mënyrë absolute, Shkodra gjithmonë çmim të parë. Një punë e palodhur e Jetmir Barbullushit, Aleksandër Qytezës, po Shkodra ka fat që ka një dirigent, një djalë të mrekullueshëm, e kur të thash nërshmërinë punë që është Kujtim Alia. I urojmë sukses gjithmonë. Sukses sepse fillon duket edhe festivali po. Përveç asaj, një djalë me një edukat të jashtëzakonshme qytetare. Prandaj është këto ishin kjo vatër e mrekullueshme në Shkodër. Ti nuk mund të jesh ndryshe kur ke këtë rreth të mrekullueshëm. Unë kam punu edhe në shkollë muzikës edhe në orkester. Unë kam filluar klasën e parë me Ilo Kananin edhe me Rafael Shabanin dhe kam dalë në pension me Rafael Shabanin. Një jetë. Masanenën. Tarë mësuse, kam gjetë në shkollë të thash, profesor Gjevalinin, Zotni Rikon, Meriten, Nuçi Lacen, mase erdhen tjerë. Edhe për gjatë gjithë kohës jeni shoqëruar. Nikolina Raci, Ilo Kanani, erdi Lorenzo Radovani, po e mrekullueshmja Elizabeta Qursaçi, Viola Bajraktari, një violiniste, një pedagoge e mrekullueshme. Do me thanë, ne u ba me familja madhe e sektorit harqeve në shkollë të muzikës. Është e vërtet. Jeta koncertale. Sa që ka marrë pjesë absolutisht në tana aktivitete. Ti e din shumë mirë që kur kishte koncert, nuk kishte orar. Është e vërtet. Sepse në të kalumenën këtë kishin ba. Si në licej, si në konservator. Kur kishte me këtë ishin mbrojtur. Nuk kishte orare. Kjo punë edhe në shkollë të muzikës, kjo punë edhe në orkester në Filharmoninë e Rrethit. Kena ba koncerte shumë bukura, jashtëzakonisht bukura. Absolutisht. Unë i kujtoj me amje, janë kujtimet bukura. Vali, po tani që vitet kanë ecur, në fakt ju në formën fizike dhe çdo gjë jo për kompliment, po keni mbetur ajo. Si e ndiqni tani jetën e bëni midis Shkodrës dhe Norvegjisë, me bashkëshortin, me njerëzit e afër, familjen, çfarë këto kujtime dhe kjo ndjeshmëri si u ndjek vazhdimisht? Merita, unë deri par vjet kam marrë pjesë në koncertet e fundvitit me Orkestrën Filharmonike. Ndërmendje. Par vjet mora një telefonat nga Gjon Shllako dhe thot, valde thot do në me ba koncertin e fundvitit. Tha mi qo partiturat të studioj. Mora partiturat edhe ula me menu. Thash, një moment njeriu duhet me lan aktivitetin, sportisti lën sportin.
ti muzikën se lën kurr, instrumenti nuk e lën kurr, por debutimin mund ta lesh. Edhe fillova me thanë, ashtë më mirë me elan, Apo me klan. apo me klan. Megjithatë vendosa edhe studiova partiturat, edhe vendosa me shku në koncert. Mirë po, është një gjë mbi ne që i thithë gjitha dhe i rregullon gjitha. Dhe u smura me grip e nuk shkova në koncert. Pa shëndete e mbarësi gjithmonë, Vali. Dhe unë tash nuk marr pjesë konkretisht në jetën artistike, i ndjeko të gjitha. Atje kena miq, është një doktoresh, një pianiste, një doktoresh shumë e mirë. Ka hirë, unë i bi vjollë se ajo i bjen piano. Kjo është artisti brenda vetes. Janë të rralla, por mjafton që ti i kërkon edhe ato gjëra. Artisti mbetet brenda vetes dhe shpërthen në rastet Nërsa me kolekt e me shoqet nuk ndahen akur. Ato që kena mbet, pak jena, për një mblidhena, marrim edhe profesor Ridvanin e pimi kafe me te. E përshëndesim profesor Edhe janë një pjesë e familjes. Në fakt, ajo që përshkon gjithë këtë rrëfim, gjithë këtë bisedë tonë është dashuria dhe pasioni. Edhe unë uroj që kjo dashuri dhe pasion për punën, për artin, për muzikën, për jetën, për njerëzit, t'jetë gjithmonë në qendër siç është tek ty, Valdet. Të uroj shëndet, jetë gjatë, qofsh nderuar dhe respektuar ashtu siç je, mësuesja e violës, aktivitetet të pafundme të realizuara nga mësuese Valdet Hoxha kanë qenë gjithmonë promotor i lëvizjes artistike në Shkodër, i aktiviteteve të shkollës së muzikës. Është mirënjohje e madhe dhe respekt për këtë punë. Të falenderoj shumë, Vali, që ishe sot. Merita dhënë të falenderoj Ishte një stacion shumë i dashur dhe mua më ngjallët mjaft kujtime, nostalgji, respekt, çdo gjë që përmbledh kjo familje e madhe e artit në Shkodër, por jo vetëm. Qofsh nderuar dhe jetën e gjatë. Shumë faleminderit. Punë të mbarë. Edhe juve, me të mirë.